Ju përshëndes të gjithë të pranishmeve, pikës pari familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët e 3 luftrave çlirimtare të cilës shqiptarët ishin fitues, dhe të gjithë delegacionet të ndryshme, institucionet dhe kreun politik të Kosovës dhe të Maqedonisë. Është një privilegj i madh që të dalë të marrë fjalën para jush për një figurë shumë të madhe siç ka qenë Fadil Nimani, komandant Tigri. Unë si historian kam arrit të shënoj vargjet e para dhe fjalitë e para për komandant Fadil Nimanin, komandant Tigrin. Ishte vështirë për një historian që të përshkruaj atë vullnet, atë elan, atë dashuri, atë dhe dashuri që kishte Fadil Nimani, për të cilën unë nga kjo foltore dëshiroj të lidhi di figurat shumë të rëndësishme të historisë më të re kombëtare të ne në Maqedoni dhe tek ju në Kosovë, për të cilën sot shoh një Kosovë të bashkuar me ne të Maqedonisë së Veriut. Cilët janë ato dy figura? Është Ismet Jashari, komandant Kumanova, i cili la Zvicrën për ta çliru Kosovën dhe për ta pa lirin në Kosovë. I tillë ishte edhe Fadil Nimani, komandant Tigri, për të cilën edhe ai la familjen e tij dhe mori rrugën drejt maleve të anshme të Karadakut, i cili më 18 shkurt arriti në Tanush. Në Tanush vetëm kishte fillu lufta. Dëshmori parë kishte ra më 16 shkurt Muzafer Xhaferi nga Tanusha. 2 ditë pas rënjes së dëshmorit të parë në Maqedoni, kur forcat policore ushtarake Maqedoni i amësin forcave të ushtrisë çlirimtare, kombëtare, por ato ishin të pathyeshëm. Por kur u bën të pathyeshëm, atëherë kur ju bashkangjet edhe Fadil Nimani, komandant Tigri. Por në malet e Tanushës ishte pak ajo hapësirë për veprim e Fadil Nimanit. Ai shumë shpejt u bardh në vrafshin e Lipkovës e Kumanovës, në të cilën ai arriti që shumë shpejt të stacionohet në vendin e quajtur Lipkovë dhe nga Lipkova në Slupçan, në shtëpinë e njeriut i cili e përkrahu me të madhe luftën Jakub Hasipi, Molla Jakupi. Dhe me të ardhur në Slupçan filloi të përgatiteshin sulmet se si të vi deri te ajo që të shpallet zonë e lirë. Dhe me ndihmën e Fadil Nimanit, komandant Tigrit, shumë shpejt erdhi Dimaji, për të cilën Kumanova, Lipkova, komuna e Lipkovës dhe Kumanovës u shpall zonë e lirë. Fadil Nimani, komandant Tigri, u zgjodh komandant i brigadës 113, Ismet Jashari, komandant Kumanova. Amaneti i tij ishte i qartë se ati ku e la Ismet Jashari, komandant Kumanova, ati do ta vazhdoi Fadil Nimani, komandant Tigri. Periudha e luftës 24 maj dhe 25 maj kur ra Fadil Nimani, e sidomos data 24 majit kur në ra heroikisht në mbrojtje të vatrave të tyre familja Zimberi dhe të antarëshe familje nga Slupçani. Dhe për këtë u prek shumë Fadil Nimani, komandant Tigri, dhe ai kërkoi rrugë pse si të arri në fshatin Vaksic, për të cilën ajo sulmohej në mënyrë barbare nga forcat policore ushtarake maqedonase, duke mos zgjedhur as fëmijë, pleq e fëmijë. Ato fshatra nga Vaksinca e deri në Nagushtak ishin të mbushur me pleq, fëmijë, popullat civile, për të cilët ata kishin dhënë betimin se nuk do ta lishojnë atë tokë derisa kanë vëllezëri që kanë ardhur nga Kosova për të na mbrojtur neve. Dhe ashtu vepruan. Ishin sikurse mishi e thoni të lidhur me popullata civile me ushtrinë çlirimtare kombëtare. Dhe çka ndodhi? Fadil Nimani me trimërinë e tij kërkoi ndihmën që të
kërkojnë ndihmën nga ushtarët që të arrijnë rrugën që të shkojnë të bashkangjiten forcave të ushtrisë çlirimtare kombëtare në fshatin Vaksinc. Të mirësh vendim më 25 maj të shkojsh në fshatin Vaksinc, për të cilën ishte një arsenal i madh ushtarak i forcave policore ushtarake maqedone, shtet për të cilën ishin të radhitur dhe në sulm të fshatit Vaksinc. Por trimëria e pashoq e Fadil Nimanit nuk e kishte frikë atë ushtri, për të cilën vullneti dhe ideali i tij ishte shumë më i fortë se sa i asaj ushtrie maqedone, për shkak se ne banim luftë të drejtë, ne banim luftë për liri, ne nuk banim luftë për ta pushtuar dikan, por banim luftë për t'i mbrojtur tokat e tona dhe për t'i bashkuar ata. Fadil Nimani ndodhi ajo për të cilët na preku të gjithë neve të cilët ishmi në atë rejon dhe në atë zonë. Çka ndodhi? Ndodhi ajo e papritur për të cilën Fadil Nimani dha jetën në mbrojtje të atë dheut, dha jetën duke u përballë me forcat ushtarako-policore maqedone, nga një predhe e rënd e një pjesë të betonit ati ra mbi trupin e tij, por nuk ra dëshmor në vendin e ngjarjes, por e tërheqën shokët e tij bashkë me Naim Alilin dhe shumë shokë të tjerë nga fshati Vaksinc dhe vorrosën tek xhamia e fshatit ku pushon ai trupi i tij. Dhe ne të asaj pjese të Kumanovës e Lipkovës, njeri më të ngritur, njeri më me vlerë, njeri për të cilën e çmoni gjithë popullata e atij vendi, nga fëmia e gjepit edhe deri te plaku, ishte Fadil Nimani, për të cilën këtë e bëm që me organizimin apo në udhëheqjen e Zaim Alilit ju ngrit shtatorja në fshatin Vaksinc, e cila shtatore është shembull për të gjithë dëshmorët e tjerë. Prandaj është nder dhe respekt për ju kosovar që patët një trim, sikurse ne që e patëm Ismetin, ju e ke patët Fadilin. Prandaj, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi popullatës shqiptare për të cilën bënën luftë të pathyeshme. Ju falenderit.